5 zakonet që më ndryshuan jetën për vetëm një javë dhe si mund të ndryshojnë edhe tëndën. Kur them se jeta ime ndryshoi brenda një jave, nuk po e them për efekt dramash. Po flas për transformim real, mendor, emocional dhe fizik. Jo sepse bota përreth meje ndryshoi, por sepse unë ndryshova mënyrën si e shija atë. Ja cilat ishin 5 zakonet që e sollën këtë kthes dhe pse ja vlejnë për çdo që kërkon të filloj një jetë më të vetëdijshme, më produktive dhe më të qetë. 1. Zgjimi herët, në heshtje dhe me qëllim, nuk është vetëm klishe. Të zgjohesh para botës të jep një avantazh të pamas. Ora 5:30 e mëngjesit më dukej e pamundur më parë. Por ajo orë më mësoi diçka. Në heshtjen e mëngjesit dëgjon zërin tënd. Zgjohesha, lahesha me ujë të ftohtë, merrja frym thellë dhe pastaj shkruaja qëllimet e ditës. 15 minuta reflektim dhe planifikim më kursenin orë të tëra hutimi gjatë ditës. 2. 15 minuta lëvizje intensive, jo për trupin, por për mendjen. Çdo mëngjes bëja një stërvitje të thjeshtë, pompa, squats, stretching ose një ecje e shpejtë. Nuk isha në palestër, nuk më duhej muskuj, më duhej disiplinë. Trupi nisi të më falenderonte, energjia ime u rrit, gjumi u përmirësua dhe më e rëndësishmja, stresi filloi të shuhet. 3. Leximi i 10 faqeve çdo ditë, ushqimi i mendjes. Zgjodha libra që më frymëzonin, filozofi stoike, psikologji, lider të mëdhenj dhe histori suksesi. 10 faqe në ditë nuk duken shumë, por pas 7 ditësh isha me 70 faqe më shumë dije, më shumë qartësi dhe më shumë vetbesim. Mendimet e mëdhenjve të kaluar më ndihmonin të përballoja sfidat e ditës. 4. Një rregull i artë, asnjë negativitet, u premtova vetes, për 7 ditë nuk do ankohesha, nuk do kritikoja dhe nuk do të merresha me drama. Fillimisht ishte shumë e vështirë. Por sa herë që vija re një mendim negativ, e zëvendësoja me një pyetje: çfarë mund të bëj për të përmirësuar këtë situatë? Pa pritur, rreth vetes pata më pak stres, më shumë energji pozitive dhe më shumë njerëz që donin të ishin pranë meje. 5. Journaling, 5 minuta për të ndjerë mirënjohje. Çdo mbrëmje, para gjumit, shkruaja 3 gjëra për të cilat isha mirënjohës. Edhe në ditët më të këqija, gjeja diçka. Kjo më mësoi të fokusohem të çfarë kam, jo të çfarë më mungon. E ndjeja veten më të qetë, më të mbushur dhe më të pajtuar me veten. Përfundim, transformimi nuk ka të bëjë me revolucion, por me vendime të vogla të qëndrueshme. Nuk më duhej një vit, një guru apo një udhëtim larg për të nisur ndryshimin. Më duhej vetëm një javë, 5 zakone dhe pak guxim për t'i zbatuar. Nëse ndihesh i humbur, i lodhur, i mbërthyer, provo. Provo për 7 ditë. Dhe shiko çfarë ndodh me ty, sepse kur ti ndryshon zakonet, ti ndryshon jetën. Historia e shokut të heshtur. Kur qetësia bëhet fuqi, në një fshat të vogël malor, jetonte një djalosh i qetë që nuk fliste shumë. Të gjithë e shihnin si të çuditshëm, ai rrinte i përhumbur, nuk i bashkohej zhurmës, nuk kërkonte vëmendje. Por çdo ditë, pa u ankuar, ai punonte, lexonte dhe stërvitej. Bënte të njëjtën rutinë në heshtje, ndërkohë që të tjerët talleshin me të. Një ditë, në fshat u organizua një garë sfiduese, një kombinim i forcës fizike, inteligjencës dhe qëndrueshmërisë mendore. Të gjithë djemtë më të fortë u rreshtuan me krenari, ndërsa ai djali i qetë u shfaq në fund pa zhurmë. Gjatë garës, të fortët u rrëzuan një nga një. Disa nga lodhja, disa nga mungesa e përqendrimit. Por ai djalë i qetë, i përgatitur dhe i disiplinuar, i kaloi të gjitha sfidat me përulësi dhe pa e ngritur zërin. Në fund, ishte i vetmi që qëndronte ende, të gjithë mbetën pa fjalë. Fshati e kuptoi se fuqia nuk është në zhurmë, por në përgatitje. Jo në fjalë, por në vepra. Nga varfëria në majat e suksesit, historia e Inat Khan, në një fshat të varfër në Indi, lindi një djalosh që rritej mes mungesave, por me ëndra më të mëdha se qielli mbi kokë. Quhej Inat Khan. Që i vogël, e ndjente se ishte ndryshe, kishte një pasion të zjarrt për muzikën, meditim dhe për t'i dhënë botës një mesazh të paqes, në vend që të zgjidhte rrugën e thjeshtë dhe të shkonte pas një jete normale.
Ai zgjodhi të ndjek rrugën e shpirtit. U largua nga shtëpia me asgjë tjetër përveç një instrumenti muzikor dhe besimit se do t'ia dilte. Kaloi net pa gjumë, ditë pa bukë, por kur pa shpresë. Ai nisi të performonte në rrugë dhe të fliste për dashurinë, për unitetin dhe për qetësinë shpirtërore. Mesazhi i tij nisi të përhapet dhe shumë njerëz filluan ta ndjekin. Më vonë u bë themeluesi i sufizmit në Perëndim dhe frymëzoi me qindra mijëra vetë me idenë se dashuria dhe disiplina shpirtërore mund të ndryshojnë jetën.